burimeve ndryshme apo edhe të provuara, tregohet që keni marrë dhe zbrar nga punonjës të bashkisë. Ju jeni interesuar për këtë çështje? Unë jam interesuar për këtë diskutim, por unë mendoj që ne duhet të qartë dhe pak korrekt çfarë shprehni, sepse ata punonjës të bashkisë që janë veterinerë. Edhe veterinerët janë veterinerë të cilët në ditën Nuk mendoj se drejtoresha është veterinare për shkakun. Thash punonjës për mbledhur, po. Ne 54. Më falë, do të jemi tek neni 70 i ligjit të veçenjes së kafshëve në thjerrje dhe gjetjen e sportit tek neni 70, në pikën C, për gjithë kafshët sjellje agresive, të cilat e përkujnë një rrezik të qartë për jetën dhe shëndetin e njeriu dhe të kafshëve të tjera, futen në procedurat e eutanazisë. Pra ju i keni bërë eutanazi? Jo, unë nuk të thash asnjë gjë të tillë. Thash që ligji është i shprehur në gjithë situatën. Çfarë ka ndodhur që në rrezik, që të gjitha kafshët të cilat kanë qenë një rrezik, një sile agresive dhe bëhen potet rreth të është rast i djeshëm. Rast i djeshëm të gjithë procedurat sipas ligjit të shkruar sipas ligjit procedurë. Është kryer eutanazi? Është kryer eutanazi. Këtë